Unë jam Hasan Prishtina. Gjatë gjithë jetës time besova se dia dhe arsimi janë forca më e madhe për të ndërtuar një kombë të lirë dhe të qytetëruar. Jam krenar që emri mjeton sot në të shkollë ku brezat e rinë mësojnë, ndërrojnë dhe ndërtojnë të armën e tyre. Ruani gjithmonë dashuri për dijen, respektin për tjetrin dhe krenarinë për kombin tonë. Mirë se vini në Muzeun e Shkollës Hasan Prishtina, një udhëtim në histori, kujdesën dhe vlerat e arsimit shqiptar. Ju faleminderit. Hasan Prishtina, ju uroj patë, bashkësi, sukses, që dëshiroj që t'jeni në të stetë në lepës në që punon bashkë, që pasi sot ato janë prindërit tuaj, monrat e vlezërit tuaj, që ta arrini sukses dhe të rështoni në të pare, me tua pa përësisht dhe jeni vjetë më të bukur të Shkollën Ndërkombëtare e ka mësuesët që kanë bërë pjesë këtë projekt ka shkruar që profesor do të shkojmë në Hasan Prishtina për të rikthyer të mirë historikun e kësaj shkolle, kusha mësuesë, kusha studentë, për talentet që kanë në fakt në shkollë, besoj që është shkuar për gjithë studentët që të njihen me historinë e shkollës, por shkuar edhe për ne si ish student që mund të vinë ta vizitojnë. Të shpresoja shumë që herës tjetër të shikonim atë pikturën e madhe me të gjithë fotot e ish mësuesve dhe ish nxënësve të shkollës, se më vërtet që përjetojmë një emocion të jashtëzakonshëm. Ndaj me vërtet falënderim në tema, në temë dhe shumë të tjerë. Jemi emocionuar. Sot kemi vjedhur një ambient të veçantë për muzeun të shkollës tonë, një hapësirë që ruar historinë dhe atë të lehtë, që ka shëqyruar në institucionin formacion. Ky muze nuk përfaqëson vetëm të kaluarën tonë, por është një mundësi për të ndërtuar të ardhmen me përkushtim dhe vizion. Prania juaj, të dashur drejtues, të dashur mësues dhe ish nxënës, është një mënyrë shërbimi për përpojash një lloj praktikave më të mira të trajtimit dhe të forcimit të bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve arsimore. Shprehni një urime për profesoreshën Miranda Buri për mbështetjen, udhëheqjen profesionale me programe dhe të gjithë aspirantëve të cilët kanë funksionin dhe rolin kryesor të ndërtimit të funksionimit të kësaj hapësire të muzeut të shkollës. Një falënderim specifik për secilin nga ta, për punën, angazhimin, për padashje, gjatë gjithë rrugtimit të ata vonë pjesa rastare. Thuan, jo vetëm për të ndërtuar një projekt, por për mësuar idhanjen të muzeut të shkollës Hasan Prishtinës. Një falënderim shkon në të vërtetë të shkollës. Pak shumë momena veçantë, po
Dhe vetë të thoja paraprakisht që sot ne jemi mbledhur jo thjesht për të promovuar historikun, për të inauguruar muzeun e kësaj shkolle, por dhe për të përgëzuar një rrugë të gjatë, 6 ore, që ne kemi bërë për përmbledhjen e gjithë informacioneve dhe ruajtjen e historikut të kësaj shkolle. Me të thojë dhe jam një prej aspirantëve që kemi marrë pjesë në realizimin e këtij projekti shumator dhe me sakrifica për të realizuar që kemi gjetur ndihmë të madhe nga shkolla San Krishtina dhe vlerësojmë për këtë pjesë, sepse kanë qenë pjesë e nismës tonë, gjithashtu një vlerësim të madh dhe të veçantë kemi edhe për shkollën San Krishtina në Kosovë, të cilët dhe ato kanë dhënë kontributin në realizimin e këtij projekti. Falenderim për të gjithë bashkëpunëtorët. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që ishte pjesë e këtij projekti. Përveç bashkëpunimit, që do ta vlerësoja shumë, për grupin të historikut dhe të muzeut të shkollës, jemi përpjekur që atë çfarë nuk kanë lënë gjurmë më përpara në anë të dokumentacionit, kemi arritur dhe ta interpretojmë nëpërmjet inteligjencës artificiale që sot është shumë e përhapur dhe jemi përpjekur disi të arrijmë dhe të kthehemi pas në kohë. Falenderoj të gjithëve, besoj se mesazhi u dha nga kolegët e mia, ishte një kënaqësi për ne që ne bashkëpunojmë me kontraktimin në shkollën San Krishtina dhe që kuam të gjitha transmetimet e vogla që do të mundohen të përfundim. Për mua është një kënaqësi. Faleminderit. Ju falenderoj që na bë pjesë në momentin e duhur në kohën e duhur. Vetë Sofia, unë shumë e rëndësishme, unë i mora falenderit në Saki, ishte për i pritur, ju falenderoj që përfundimin tuaj e bët një moment të veçantë, një moment të veçantë. Falenderit që jemi një mesme. Përshëndetje të gjithë, sot një kënaqësi sa për shumë të madhe, gjendem para një shkolle që ne ja adhurojmë dhe që duhet njëra me shumë. Sot me një kënaqësi sa për shumë të madhe në njëzë nga kjo milioni, që ishte një kënaqësi sa për shumë të madhe. Për mu sot është një deri madh dhe për kolegët e mi që sot gjendemi para jush. Kështu që unë në emër shkollës së San Krishtina, ju përshëndes që dhe në emër të stafit të zëzët të San Krishtinës, dhe uroj që këtë ditë na ka qenë aq mirë dhe të ndiheni secili prej nesh me krenarin dhe kënaqësi më të madhe. Shumë faleminderit për mbështetjen. Për shkollat tona që kanë janë shumë të qatë dhe ndihemi shumë kretarë që shkollat në San Krishtina janë dhe shkollat më të mira, themi edhe Shqipëria dhe Kosovë dhe gjithë atë fuqinë. Shumë faleminderit, uroj që ka I shkollës do doja që të bëhet në mënyra kompjuterare, jo vetëm fizikisht, por vëdesh që këtë iniciativë, këtë takim kaq emocionues na e bëj të mundur zonën Miranda bashkë me shkretëror, që si që ishte me tonë që ju t'jeni dhe jemi ju falenderoj shumë që ne mësuat dhe na bashkuat. Grupi ka punuar me intervista deri në Amerikë dhe në orë e vona, do me thënë që për 7 në orare për të marrë intervista me drejtor, një drejtor që edhe nxënës e kështera. Ideja është që ky projekt u iniciua nga grupet tonë, por në kuadrin e shkollës së drejtorëve, që është një projekt shumë i rëndësishëm.